do të thënë në suazat të aktiviteteve qeverisë dhe aktiviteteve personale të mia. Jam në vizitë të Universitetit Shën Klimenti Ohrid, këtu në Manastir, në suazat të së cilës janë vizituar disa prej institucioneve akademike, dhe Fakulteti i Teknologjisë Informative dhe Komunikimit, ku jemi aktualisht, Fakulteti Pedagogjik dhe institucione tjera. Në suazat të vizitës do të vizitohet Qendra Memoriale Kemal Atatürkut dhe Muzeu i Alfabetit Gjuhës Shqipe këtu në Manastir, si dhe institucione tjera. Kështu që patëm mundësi nga afër të njoftohemi me atë çka janë parakushtet për punë të stafit dhe studentëve, zonë fakti që janë kriju kushte relativisht të mira për punë si të stafit, po ashtu edhe studentëve, dhe nga afër mundëm të shohim se çka janë nevojat e më të tjeshme të institucioneve që janë kompetencë qeverisë dhe çka janë nevojat dhe mundësi që nga mjetët vetanake të mund të realizojnë vetë institucioni përkatës. Çdo mend që tema aktuale që u hap është çështja e marrëveshjeve kolektive, për cilat paraprakisht duke qenë funksionin e kryetarit parlamentit me gjithë rektorët e universitetet kanë pas takimet e duhura për të udhëzuar, për të pasur kush çka duhet bën në suaza të atij obligimi, dhe çdo mend që për çështjen, domethënë, parsorë është kompetencë e parlamentit, por çdo mend që me miratimin e marrëveshjeve kolektive, një pjesë e kompetencave dhe obligimeve për realizim të njëjtave do të bartet në qeveri, gjithsesi në ministritë përkatëse. Për atë arsye, ne duhet paraprakisht të bëjmë gjitha koordinimet në veprimet tona për të mund të kemi zgjidhjet më të mira të mundshme për të realizuar drejtat e stafit akademik, studentëve dhe institucioneve përkatëse.